Jemi sot në bazën detare të Pashalimanit, në vijim të shumë konsultimeve që po ndërmarrim me të gjitha komandat, me të gjitha bazat, për sa i përket mënyrës se si rritja e buxhetit të mbrojtjes do të përkthehet në një rritje të kapaciteteve dhe në një përsosje të kapitalit ton njerëzor. Është shumë e rëndësishme që forca jondetare të jetë e përgatitur jo vetëm për misione në kuadër të aleancës apo në kuadër të Bashkimit Evropian, por të ketë aftësitë, mjetet, sistemet dhe armatimin e nevojshëm që të përmbushë detyrat e saj kushtetuese, qofshin këto mbi ujë apo nën ujë, sepse është një dimension i ri i kërcënimeve hibride që të mund të përgjigjemi dhe kërcënimeve që kanë të bëjnë me pasuritë nënujore apo me infrastrukturën nënujore. Ne po marrim masat për sa i përket investimeve që forcat detare duhet të bëjë në formimin profesional me një rigjenerim të shkollës së marinës në Vlorë, për sa i përket investimeve në mjete, ku jemi në negociata me lider të fushës në Europë për sa i përket prodhimeve tani luftarake dhe riparimit dhe mirëmbajtjes së tyre, si kundër dhe investimeve që duhet të ndodhin nga pikpamja e sistemeve të vëzhgimit në mënyrë që Shqipëria të mund të marrë përgjegjësi të reja në hapësirën adriatiko-joniane përkundrejt aleatëve të saj në NATO.